Festa e mjaltit u festua dje në njësinë administrative Golem për të tretin vit radhazi, një zonë që shquhet për mjaltin cilësor. Fermerët ekspozuan jo vetëm mjalt cilësor, por edhe panajër kulinaria me gatime tradicionale nga banorët e zonës dhe produkte bio të zonës. Festa e mjaltit vijoi edhe me një program artistik me këngëvalle përgatitur nga Qendra Kulturore Fëmijëve Lushnjë dhe nxënësit e shkollave të njësisë administrative Golem. Bletëritësit tregojnë vështirësitë dhe kënaqësitë e punës së tyre. Ata shprehin edhe vlerësimin për iniciativa të tilla si panajiri që ndikon drejt për së drejti tek puna e tyre, por edhe tek komuniteti. Paka shumë na vjen ndim. Për arsye se ndjehemi edhe ne, për shembull, që nxjerrim mallin këtu, ndjehemi më përveligjur pak, edhe njerëzit na shohin nesër, na thonë që po ka filani edhe Po sa i përket mjaltit, zona ju shquhet për mjaltin? Shiko, shquhet se ne nuk i majmë vetëm në shtëpi, ne i çojmë tani në kohën e lule diellit, i çojmë poshtë, kohën e lule diellit. Edhe kështu që ajo jep vet atje, nuk ke nevojë ti fusësh dorë fare. 10 vjet. Me sa koshëre ke nisur? Po fillimisht me 2-3, pastaj i shtojmë. Ja vlen me është me mjalt? Po ja vlen. Po ka dhe punë vetë, po ja vlen. Se çdo punë ka ato probleme vetë, po.